Ne jemi zarfuar prej kohësh. Brenda një kuboidi prej letre ndodhet qenia jonë. Ndodhemi ne aty. Ndodhemi në atë pjesë letre të përzgjedhur, ashtu të ndosur me frymëmarrje. Gjendemi të pllakosur në zarfin e madh të pushtuar nga moringjyrash. Ashtu të deshifruar në copza letrash, kemi fatin, identitetin, moralin, autoritetin, vlerësimin, paraqitjen, talentin, dhuntin, veprën dhe madje edhe jetën në atë zarf politik që pronar ka vetëm kupolën. Kupola ka letrën, zarfin, vulën dhe pështymën që i mjafton të ngjisë e të palos zarfin ton as pak numerik, as pak me pesh, as pak të nevojshëm, por të destinuar për një përdorim të jetë të stisur. Një zarf mjafton për një jetë, një zarf me pak gërma dhe pak iniciale, jetë në zarf. Jetë e zarfuar, e paketuar deri në detaje, deri në lindje, vdekje, e gjitha në një itinerar kohë dhe vendi që vetëm zarfosësit e din, vetëm zarfagjinjt din të pështyjnë. Zarf në zyra, zarf në rrugë, zarf në punra, zarf për të larë tharë lot madhi. Pastaj një zarf ku fshihet qenia jote në këtë botë. E gjitha në një zarf, e gjitha në një term identitet, e gjitha në një motiv me personazh makinën, teknologjinë dhe njeriun prej letrën në zarf. Në zarf shtrihet e fshihet një jetë, dhe mbi zarf ngulet një makinë që godet pa pushim, të vulos në të thatë dhe të gozhdojë si një arkivol shpirtin ende të padalt të njeriu. Pastaj me gjithë zarf shëtisin thasve, zyrave, qosheve, rrugëve, deteve, qiellit dhe shteteve. Derisa diku përfundojmë me gjithë zarf në dryna kasafortash, syrtare, tavolinash apo malesh me dosje. Diku zarfat i gëlltit teknologjia e re, i glabron media e re interneti, apo edhe një lloj më i avancuar që i përket kodifikimit. Një zarf, një kod dhe një gjurmë gishtash, ja sa vlerë ka jeta e një njeriu, ja sa kushton një njeri në zarf. Por jo vetëm kaq, ne jemi zarfuar edhe nga zërat, gjurmat, fjalët, fjalimet. Ato kanë formuar një rjet me rimange rreth nesh, disi të padukshme, disi të neveritshme. Ne themi, muzika duhet të mbush hapësirën ajrore. Ne kur nuk themi, muzika duhet zëvendësoj një pjesë të këtij segmenti ajror. Ne dëgjojmë zëra nga të gjitha anët, pa u fokusuar mbi ta. Zëra na vijnë nga anët, nga ku nuk dihet se nga vijnë. Vijnë drejtë në veshin ton nga rruga, vijnë nga e majta, nga djathtas, nga qendra, nga hapësira. Ne s'mund të shuajmë këto zëra, ne s'mund t'i ndalim ato automatikisht. Ato prodhohen nga makina shtet dhe makinas të tilla kanë fuqi. Fuqia e tyre ka një qëllim. Qëllimi është të pushtojë hapësirën tonë edhe me zëra. Ne i ndjejmë dhe i dëgjojmë ato zëra edhe në zarf, aty ku ne jemi zarfuar edhe nga zëra. Ne thjesht jemi ndërtuar të tillë. Ne nuk jemi prodhuar për të qenë makina. Ne nuk kemi mjetet e nevojshme të kontrollojmë hapësirën. Aty ku hapësira jonë është e organizuar mekanikisht, makinerisht, teknologjikisht, ne vetëm jemi lidhur me të, si qenie zarfore në atë mekanizëm jetik. Pas zërave vijnë fjalët, pas fjalëve vijnë gërmat. Gërmat bëjnë alfabetin. Alfabeti ushqen fjalimin. Sokrates nuk e pati ndoshta gabim kur shpreu. Zbulimi i alfabetit do të krijojë hapësirën, do të krijojë haresën tek shpirti i studiusit, sepse ata nuk do të përdorin kujtesën, memorien e tyre. Ata do të besojnë tek karakteret e stërgjatura të shkrimit dhe nuk do të vetkujtohen. Ju i jepni vazhduesve, ndjekësve tuaj, jo të vërtetën, por vetëm sipërfaqen e së vërtetës. Ata do të jenë heronj të shumë gjërave dhe do të kenë mësuar asgjë. Ata do të paraqiten si të mençur dhe shkurt do të dinë asgjë.